Michele D'Angelo, profesori italian I biologjisë I përfshirë në aksidentin tragjik të 8 gushtit në aksin Levan Fier, u lirua nga qelia ditën e djeshme me vendim të gjykatës së Fierit. Gjyqtari vendosi zëvendësimin e masës së sigurisë arrest me burg me garanci pasurore prej 15.000 eurosh. Përveç kësaj, profesori do duhet paraqitet të premten e fundit të çdo muaji përpara oficerit të policisë gjyqësore në komisariatin e Fierit. Pas lirimit 44 vjeçari u nis për në Itali së bashku me partneren e tij Vanessa Castelli. Ata zbarkuan aeroportin e Romës dhe më pas udhëtuan në qytetin L'Aquila, ku D'Angelo jep mësim për vitesh në universitet. Transferimi I tij u realizua në një nivel të lartë sekreti nga autoritetet shqiptare dhe italiane sipas mediave italiane. Partnerja I tij deklaroi se situata e vështirë ka marrë fund. Michele është shumë I tronditur, por mund të themi se mangthi ka mbaruar. Tani mund të marrin frym, tha ajo duke theksuar shqetësimin e tyre gjatë gjithë procesit gjyqësor. Michele D'Angelo arrestua në 8 gusht 2025 pasi gjatë pushimeve në Shqipëri u përfshi në një aksident në autostradën Levan Fier. Automjeti I tij u përplas me një mjet tip Mercedes dhe si pasojë një 17 vjeçar humbi jetën 3 ditë më pas në spitalin e traumës. Gjyqësori shqiptar vendosi paraburgim për profesorin, ndërsa procesi gjyqësor vijoi për të përcaktuar përgjegjësinë e tij ligjore.